Besimtarët katolik të Shkodrës kanë nisur kremtimet e festës së Zojës së Shkodrës, pajtorës qiellore të qytetit. Procesioni i tyre në rrugët e zbukuruara të kryeqendrës së Veriut shënoi fillimin e festës, duke sjellë një atmosferë përkushtimi dhe bashkimi shpirtëror. Me figurën e Zojës së Shkodrës, procesioni i cili nisi nga katedralja e Shën Shtjefnit përshkoi rrugët kryesore për t'u rikthyer sërish në pikën e nisjes. Përpara meshës së shenjtë nuk munguan disa mesazhe nga arqipeshkvi im Zot Giovanni Peragjine. Ai tha se kemi nevojë për praninë e Zotit edhe në qytetin ton, ndërsa u ndal tek vrasjet dhe dhuna që kohët e fundit kanë tronditur kryeqendrën e Veriut. Maria na ndihmon të zhndërrojmë dhunën e paqe. Maria na ndihmon të zhndërrojmë urrëtitjen në dashuri. E atëherë, në këto ditë që festojmë në mënyrë të veçantë festa e Zojës Shkodrës, do të lutim për qytetin tonë, do të lutim se secili prej nesh bëhet strumenti i paqes, secili prej nesh mund të mundohet të mbjell dashuri në rrugët e qytetit tonë e të gjithë së bashku bashkëpunojmë që të ndërtohet një shoqëri më të mirë e më të denjë për të gjithë ne. Famulitari i Shkodrës Don Vlash Pala i theksoi se kjo festë është dëshmi e një tradite të rrënjosur thellë në shpirtin e qytetit dhe simboli besimit që Shkodra e ka ruajtur ndër shekuj. Padyshim që aty ku është shpresa, entuziazmi i jetës, besoj që nuk ka asnjë sfidë natyrore që mund të ndalojnë vrapimin e atij që sjell një lajm ose çon një lajm të gëzueshëm. Ky procesion i përvitshëm i Zojës së Shkodrës ndërmjet së qytetit personifikon edhe ecjen e çdo të krishterënit. Jemi në ecjen këtë botë, po ashtu është edhe ecja e kishës e cila jeton për çu në çdo rrugë, në çdo rrugicë, lajmin e gëzueshëm se në Krishtin jemi gjithçka. Ai s'na braktis kurrë, prandaj udhtojmë drejt amshimit, plot shpresë, plot gëzim. Sipas traditës, ikona e Zojës së Shkodrës ndollej në kishën në hyrje të qytetit, sot Bazilika e Zojës. Në shekullin e 15 gjatë pushtimit osman besohet se figura e shenjtë u zhduk në mënyrë mrekullibërse dhe u shfaq në Gjenacanët të Italisë, ku sot ndollet një faltore të famshme në këtë qytet. Për besimtarët katolik shqiptar, kjo ngjarje u bë simbol i besës, shëndresës dhe lidhjes së përjetshme midis Zojës dhe popullit të Shkodrës. Çdo vit kjo festë kulmon me meshë solemne në katedralen e Shën Shtjefnit, procesioni në rrugët e qytetit dhe një sër organizimesh festive ku besimtarët bëhen pjesë e tyre.